Drejtësia është para së gjithash një shërbim për qytetarin dhe për besimin publik. Kështu është shprehur në prononcimin për mediat kreu i gjykatës Fier Noel Veizi gjatë një dite të hapur për ditën e drejtësisë. Sipas tij, kjo ditë feste dhe reflektimi njëherëzi ndihmon të gjithë aktorët e sistemit të drejtësisë, veçanërisht magjistratët e rinj për një pushtet gjyqësor të pavarur dhe të drejtë. Është një moment reflektimi për shkak të gjithë problematikave që ka sistemi, edhe për problematikat që kemi ne si magjistrat. Problematika të infrastrukturës, mungesë sallash, mungesë zyrash për gjyqtarët, stok shumë i madh dosjesh, punë e palodhshme e magjistratëve, pjesës më të madhe të tyre, me gjithë problematikat që ne kemi qoftë edhe brenda nesh, sa i përket mesazhet që duhet t'japim në publik për një drejtësi cilësore dhe të shpejtë. Unë mendoj që me gjithë problematikat, drejtësia po ecë në rrugën e dur, qoftë në gjykatën e Fierit, qoftë edhe në gjykata të tjera. Ashtu si në rangun e magjistratëve gjyqtar, ashtu dhe në rangun e magjistratëve prokuror. Prandaj mendoj që le ta quajmë edhe një ditë feste, ta quajmë edhe një ditë reflektimi. Ne të nxjerrim problematikat që ne kemi në mënyrë që t'i përmirësojmë, ndërkohë edhe të ndihemi krenar që sistemi gjyqësor tashmë ka hyrë në rrugën e dur. Deri dje nuk pretendoj dhe nuk konceptoj dot që drejtësia të ecte në këto nivele që ka ecur sot, duke krijuar në bindjen time imazhin e asaj që askush nuk është i paprekshëm. Kështu që mendoj dhe shpresoj që një ditë publiku ta kuptoj punën që ne po bëjmë çdo ditë dhe të krijojmë atë besim për cilin luftojmë për ditë me vendimarrjet tona. Një pikë kyçe në punën e gjykatave mbetet përballja me vetë problemet e shumta që sistemi ka. Veizi ka theksuar se sot gjykata e Fierit përballet me një stok shumë të madh dosjesh, çka ka sjellë drejtësi të vonuar që përkthehet në uljen e besimit tek publiku. Drejtësia është vendi ku qytetarët kërkojnë mbrojtje, barazi dhe zgjidhje të drejtë. Për këtë arsye përgjegjësitë që mbajmë është e madhe dhe kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm. Sot shumë gjykata vazhdojnë të punojnë me mungesë gjyqtarësh, me mungesë në organik, me ngarkesë shumë të lartë të çështjeve, çka ka sjellë vonesa dhe ka krijuar një stok të madh dosjesh që rëndon çdo ditë mbi punën e gjyqtarëve dhe të administratës. Në shumë raste mungon edhe siguria e nevojshme në ambientet e gjykatave, gjë që krijon shqetësim jo vetëm për gjyqtarët dhe administratën, por edhe qytetarët që hyjnë çdo ditë në këto institucione. Gjyqtarët dhe administrata gjyqësore ka punuar me përgjegjësi dhe sakrificë për të përballuar një ngarkesë të jashtëzakonshme dhe për të garantuar vazhdimsinë e drejtësisë. Por është e qartë se për të rritur besimin e publikut tek drejtësia nuk mjafton vetëm fjala. Duhet të ketë veprime konkrete. Duhet më shumë mbështetje për gjykatat, më shumë siguri për ambientet gjyqësore, kushte më të mira pune dhe plotësim të nevojave reale të sistemit. Përfaqësues të institucioneve në sistemin e drejtësisë dhe akademik të njohur bashkëbiseduan me të rinjt pjesëmarrës në takim mbi historikun, vështirësitë dhe përpjekjet e profesionistëve për të përmirësuar funksionalitetin dhe standardin e administrimit gjyqësor. Bashkëpunimi i institucioneve polici, prokurori, gjykat për të mbërritur në vendime të shpejta u pasi domosdoshmëri për rritjen e cilësisë së drejtësisë në një kohë kur pushteti gjyqësor kërkon një përmirësim të dukshëm për t'u afruar standardeve europiane.